Programet dhe mobilitetet Erasmus Plus po ofrojnë mundësi të rëndësishme për zhvillim akademik dhe profesional për studentët dhe pedagogët e Universitetit të Shkodrës. Sipas drejtores së marrëdhënieve me jashtë pranë këtij universiteti, Bresena Kopliku, janë të hapura aktualisht thirrjet për mobilitete të tilla me disa universitete në Europë. Ne kemi thirrje të hapura me Universitetin e Salentos, me Universitetin Politeknik të Ankonës dhe Universitetin e Vehtas. Për vitin e kaluar janë afërsisht 15 studentë, të cilët kanë lëvizur me mobilitete, ndërkohë që kemi patur edhe studentë që kanë ardhur. Përveç këtyre kemi edhe mobilitetet e pedagogëve, pra është edhe stafi akademik që lëviz në këto universitete apo më gjërë. Kanë lëvizur afërsisht 60 pedagogë të përfshirë në skemat e mobilitetit në Erasmus+. Ndërkohë studentët që kanë përfunduar studimet semestrale apo trajnime në kuadër të Erasmus+, e vlerësojnë këtë si një eksperiencë mjaft të vlefshme. Kam qenë për një semestër për rreth 6 muaj, kam qenë në Foro Italico në Rom dhe ka një eksperiencë që duhet me vlerësu shumë, sepse të në jep një përvojë jo vetëm për një përvetësim në anën profesionale, por edhe në personale. Unë kam marrë pjesë në 2 deri në 3 trajnime të tilla. Këto trajnime duhet të thënë janë kanë shumë vlefshme. Na kanë hapur mundësinë neve si studenta që të hapim një zyrë Erasmusit tonë Shkodër. Megjithatë, pavarësisht interesit, nuk mungojnë edhe hezitimet nga ana e studentëve për të bërë pjesë e programeve Erasmus+, dhe kjo vjen kryesisht si pasojë e mungesës së informacionit. Për këtë arsye, drejtuesit e universitetit thonë se po i kushtojnë rëndësi informimit dhe inkurajimit të studentëve me qëllim rritjen e pjesëmarrjes dhe të përfitimit nga këto eksperjenca ndërkombëtare.